Qeni im mund të ecë mbi ujë. Një histori rreth negativitetit. Ishte një gjaktar që bleu një qen i vetmi i këtij lloji në botë që mund të ecë mbi ujë. Ai nuk u besonte syve kur pa këtë mrekulli. Në të njëjtën kohë ai ishte shumë i kënaqur që mund t'i tregonte vlerën e tij të re për miqtë e tij. Ai ftoi një mik të shkonte për të gjuajtur rosa. Pas sa kohësh ata qelluan disa rosa dhe burri urdhëroi qenin e tij të vraponte dhe të kapte rosat. Gjatë të gjithë ditës, qeni vrapoi mbi ujë dhe vazhdoi të sillte rosat. Pronari priste një koment ose një kompliment për qenin e tij të mrekullueshëm, por nuk e mori kurrë një të tillë. Teksa po ktheheshin në shtëpi, ai e pyeti mikun e tij nëse kishte vënë re ndonjë gjë të pazakontë te qeni i tij. Miku u përgjigj: "Po, në fakt vura re diçka të pazakontë. Qeni juaj nuk di të notoj." Pa marrë parasysh se çfarë të mira shkeni, disa njerëz të shohin gjithmonë anën negative. Lexoi Hysni Valiu.